Dita e trashëgimisë kulturore në Roskovec u kthye në një skenë të gjallë feste, ku folklori dhe tradita u ringjallën me gjithë hijeshin e tyre. Projekti Rifolk Rinia, mbështetur nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, promovoi folklorin dhe traditën në Roskovec me një aktivitet unik, që solli para publikut improvizimin e një dasme myzeqare. Sheshi memorial u gjallërua nga çdo element i kësaj tradite. Tingujt e kabas, oda myzeqare, ceremonia e pajës, përgatitja e bukës, stolisja e dhëndrit dhe nuses dhe natyrisht vallja dyshe e burrave që ndezi duart trokitje të forta në publik. Momentet më emocionuese ishin përcjellja e nuses e shoqëruar me këngë dhe rituale të vjetra, që sollën nostalgji tek të moshuarit dhe kurreshtje tek brezi i ri. Për kryebashkiaken Melinda Bufi, ky aktivitet i zhvilluar në kuadër të javës evropiane të trashëgimisë kulturore, tregoi se Roskoveci mbetet një vatër e pasur e kulturës popullore dhe se angazhimi të rinjve është çelësi për ta mbajtur këtë trashëgimi të gjallë. Ajo që e bën më të bukur dhe interesante është fakti që në thelb ka një grup të rinj, vajza dhe djem, të cilët për muaj me radhë janë trajnuar përmes një projekti, të cilin ne kemi fituar nga Ministria e Kulturës me mbështetjen e plot të kësaj ministrie, dhe ka të bëjë me pikërisht me krijimin e një, po themi, grupi vajzash dhe djem të cilët do të performojnë muzikën folk si në këngë, ashtu edhe në kërcim, për të prezantuar dhe përfaqësuar Roskovecin, muzikën roskovecare dhe muzikën myzeqare, jo vetëm brenda Roskovecit, por edhe jashtë Roskovecit në çdo aktivitet të nivelit kombëtar që do të zhvillohet. Siç e shikoni në krahët e mi janë edhe, po themi, një vajzë e një djalë që kanë veshur kostumet popullore, dhe ajo që është më interesante dhe risia është që në Roskovec, me vendim të Këshillit të Bashkisë, me punën që ka bërë një komision i tërë i ngritur, i dedikuar, ne kemi arritur që të krijojmë kostumografinë roskovecare me bazë elementët, po themi, më të mirë dhe më të bukur që Roskoveci ka për sa i takon bukurive natyrore, por edhe bukurive dhe atyre elementeve të trashëgimisë kulturore. Pjesëtari i grupit të Roskovecit, Harilla Goga, pohon se tradita e dasmës është zbehur ndaj duhet trashëguar te brezi i ri, për të mos humbur këtë pasuri të çmuar të trashëgimisë kulturore. Tradita nacionale sot është tek ne, është zbehur kjo traditë bile. Është kaq sa thjesht për shembull vetë atje bën një urim dhe kaq dhe ikën. Edhe asnjë vend nuk këndoi DJ ose këngëtar të paguar. Nuk ka. Në farmë po zbehet kjo. Jemi në brezat që duam ta ruajmë këtë traditën myzeqare, traditën e këngës tabanit. Sidomos këto këngë shumë po, dhe mund të them dhe po kanë kënaqësinë, po gjithsesi do një organizim nga ana e pushtetit ose nga ana e njerëzve interesuar për të këngë që të ecin përpara që kjo traditë kaq e bukur e dasmës myzeqare ose dasmës roskovecare mos të mbasin në breza. Dasma roskovecare synon të kthehet në traditë të përvitshme për të mbajtur gjallë traditat e zonës të trashëguara ndër breza.